edhe përveç plazhit të Ksamilit që ka qenë më i shtrenjtë sa i përket është i vogël edhe është shumë i popularizuar. Sa i përket shtrateve tek plazhi që më e lira, po them unë. Pat domethënë edhe në Ksamil pse s'pat hotel aty afër pat shezllona dhe çadra. Pothuaj se pjesa jo nuk respektohet plotësisht ashtu siç ka qenë qysh kanë thonë që veç hotelet kanë me mujt me pas. Jo. Ka pas veç një pjesë e vogël e Ksamilit ka qenë për plazh publike, edhe aty ka pas po besoj çdo ditë të llovi prej njerëzve. E keqja u kon që e keqja tash e mira, s'po di ç'sh me thon, po me bo me kalu ora 10, që thot Keka nuk do të më zgjohere për me shku te plazha, me bo me kalu ora 10. Nuk e pas vend as te shtratet me pagesë, te çadrat me pagesë, e as vend te plazha publike për me marr vendin vet. Po për shembull, gjana që ju interesojnë këtëve, parkingu ka qenë 5 euro. Edhe për të nditën. Për të nditën? Për të nditën 5 euro. Malirës në Prishtinë? Po, malirës në Prishtinë, plus që ke mujt, brenda ditës diçka që për një meja, 7 dit me radhja u kom përmend shpisë ma bëshin, asë bune baja të përmend, thash, po jo se në Prishtinë nuk kish ndodhë bre kur kjo. Me hyti me lun keri në parking, po e bëm pagesën, e ljan kerin, ki nevoj mas një ore me dal, me marrë kerin prap me dal, prap e merë del, e vendos ke konin aty ku e ke pas të parku veturën, të arruj ke parkingun qatë shmem. Dhe me thonë, këtu në Prishtinë të paktën, njëherë 5 minuta me ljon kerin dhe me të dash me dal vish edhe 5 minuta tjere dhe me u këthy prap kime bot njëjtën pagesë. Nuk vlen qaj qmem. Po s'ka ditore ashtu, do më thonë, ti kur del s'ta gjetë ditore, po ta e pagun për orë, po prap ma shtrejtë sa atje, është qare. Po prap është ma shtrejtë sa atje, po dhe me i thomre na 5 minuta po këthejna prap nuk ta numra. Mirë, nëse për shembull të shezllonat, që masi ja pas kanë fillu me kesh përdor prap me vendos shezllona dhe me asi. A mundesh mu vendos ti afër shezllonave me peshkir të undin, atë të nejkush nejsa? Jo, s'ka shans të vendit. Për shembull, po flasë për plazhën e Ksamilit, po thëm të plazha e Ksamilit ka qenë më shtrenjtë. Në himarën e bukur me 5 euro, ke mujt me gjetë, ju ke mujt me gjetë, shumica kanë qenë. Pa, jo është plazh edhe ashtu publike krejt himara, të zënë krejt e qytetit. Jo, pjesa e... Ka në shtat diku shezllona, po ka shumë pjesë dhe pa shezllona që mundë me përdor njerëz. A krejt e mbushme? Po thëm, në me 70% e himarës ka qenë me shezllone, po shezllonet kanë qenë shumë leta për me mujt me i menagju ose me i marrë 2, ose varësisht prej të lovis, ke mujt me i shfrydzu 2 qadra, edhe të ka thonë, deri sa zvjen dikush tjetër, lirish mundesh me shfrydzu edhe një tjetër. Po kur të vjen dikush tjetër, adhe nëse s'don me pagu, e liron. Ka pas tash varësisht prej rendit. Rendi par 10 euro, rendi 2, 7 euro, rendi 3, 5 euro. Ka pas, për shembull në Ksamil, ka vlejt kjo, sepse e kom pa dhe në rrjete sociale, po s'është që i kom besu, po në plazhën e Ksamilit, nëse ofër atyre bareve, ofër detit ke hongër ushqim, ose ke pipije, ose qka do në një vlerë të caktume, në një prej tyre ka qenë vlera 30 euro. Aqë sa ka kushtu edhe shezlloni. Nëse ke hongër ose ke pi në vlerë të 30 euro, shezllonin e ke pas pa pagesë. Pa pagesë, të më thonë, okej. Që realisht i gjatë ditës ke shku që aty ke hongër, ke pi, Qa, 30 euro për persona, 30 euro në total me pas faturë? 30 euro totali u koni faturës. Apo, në 3 veta, 30 euro të kushtanë dhe... Tash këtu vjen... Qka vjen? Pika tjetër, që më shumë se 2 persona në një shezllon nuk lejohen. Nuk lejohen. E qysh me dash me ullë me bo muhabet 4 veta? Po mendoj, me arë një shëshini me 4 veta, edhe me shku, edhe me thonë për e marim një shezllon, ka thonë më falju një 4 veta, duhet 4 shtrate, ose 2 shezllona me 4 shtrate. Po më përgjithsi, po thëmë, në krasim që shkom prit që këtë vit akoma më tepër ka zë Shqipëria dhe akoma më tepër është për folë për Shqipërin, edhe shumë turista, po thëmë, tepër pak kom pa edhe shqiptarët të Shqipërisë, se Liremat Kosovës nuk kom pa gjatë kyre 2 javëve fare, më tepër ka pas, po thëmë, unë jëmë qudit prej Europës e kom prit, që ka prej krejt vendeve, po thëmë ka pas prej Brazilit, ka pas prej Amerikës, ka pas prej Indis, ka pas prej Rusis, që kanë ardhë në pushime në Shqipëri.